Vajzë iraniane, e lindur në Francë, e rritur në Kanada, tani në Shqipëri. Unë quhem Nadereh Afshar. Kam lindur në Francë dhe jam rritur në Kanada. Prandaj, në të vërtet, nuk e kam parë kur vendin tim. Kur isha 3 vjeç, bashkë me nënën dhe babajnë shkova në Irak te mujahedinët dhe qëndrova aty deri kur filloi lufta e Gjirit. Gjatë luftës së Gjirit, për shkak se kushtet për ne fëmijët nuk ishin më të përshtatshme dhe çdo ditë bombardoheshim, prindërit e mi vendosën të më dërgojnë në një vend tjetër që të rritesha në siguri dhe të mund të zgjidhja vetë të ardhmen time. Kështu shkova në Kanada. Atje studioja dhe vazhdoja jetën time normale, derisa në Iran filloi kryengritja e parë. Në lajme shihja se studentët ishin ngritur kundër regjimit dhe po thërrisnin slogane kundër tij. Atëherë, për herë të parë, më lindi pyetja: si është gjendja reale në Iran? E dija që mujahedinët po luftonin për lirinë e Iranit, por nuk kisha njohuri të mjaftueshme për situatën brenda vendit. Pas kërkimeve dhe hetimeve të thella, vendosa të bashkohesha me mujahedinët, që të mund të çliroja vendin tim dhe të sillja demokracinë në Iran. Kështu, atë verë erdha në Irak, pash nënën time dhe u rilidh me rrugën time. Në të vërtet, kur isha shumë e vogël, në vitin 1991, babai im ishte martirizuar në Irak nga mercenarët e regjimit të mullallëve. Ky fakt u bë një nga motivet e mia të forta për të vazhduar këtë rrugë. Sigurisht nuk është vetëm ky motivi. Edhe kur isha në Kanada, miqt dhe familjarët e mi më thoshin: nëse shkon në Irak, duhet ta dish që ai vend nuk është i përshtatshëm për një familje, nuk është vend për të jetuar. Aty ka luftë dhe rreziqe të mëdha. Unë i dija të gjitha këto dhe erdha plotësisht e vetëdijshme. Pas kthimit, shkova në Varrez, te varri i babait tim. Atje i rash përsëri në premtim dhe u betova se do të qëndroja në këtë rrugë deri në çlirimin e Iranit. Vendosa të hakmerem për gjakun e tij, për gjakun e të gjithë dëshmorëve, si dhe për të gjithë vajzat dhe djemt në Iran, që çdo ditë humbasin nënën ose babajnë për shkak të krimeve të regjimit të mullallëve. Doja të bëja diçka që asnjë fëmijë tjetër të mos mbetet si unë, pa baba. Që nga ai ditë e deri sot e kam vazhduar këtë rrugë dhe jam ende këtu. E di që ne jemi vazhdimi i gjakut të çdo dëshmori që ka ecur në këtë rrugë. Jam e sigurt se së bashku do të arrijmë qëllimin ton të madh, lirinë e Iranit.